Sot jemi këtu me dy vajza që personalisht i vlerësoj shumë për rrugën që kanë bërë. Ato kanë ardhur në Londër, kanë punuar shumë dhe kanë arritur të krijojnë disa biznese. Ato kanë një beauty salon, kanë një akademi që japim kurse profesionale manikyr pedikyr dhe së fundmi kanë ndërtuar një produkt të tyrin, një scrub trupi me standarde ndërkombëtare i cili shumë shpejt do konkurojë në tregun anglez. Kështu që sot dua të flasim se si ka filluar e gjitha kjo për ju, si krijuat beauty salon, akademin dhe produktin, sepse të krijosh një produkt është një gjë shumë e madhe. Faleminderit që jeni sot me mua, Alesia dhe Kristela. Faleminderit për ftesën. Thank you. Si ka filluar e gjitha kjo për ju? Kush e ka hedhur hapin e parë le të themi në gjithë këtë histori? Sepse ju jeni mikesha, jeni shoqe të ngushta. Po. Tani kjo historia ka filluar para 4 viteve, mund të them, kur unë punoja në një salon në Hyde Park. Edhe erdhi Alesia, që të punonte edhe ajo aty. Okej. Edhe u njofëm aty. U njofët aty, do më thënë ju nuk ishit shoqen përpara. Jo, u njofëm në punë bashkë. Edhe normal ti e di dhe që në Londër është shumë e vështirë të shohësh një njeri që punën e ka shumë të bukur, edhe të pastër. Edhe kur pash punimin në Alesies, thash, okay, wow. Qa do i them kësaj vajzës që të flasim, edhe ta bej do me thënë që të hapim diçka bashkë, të ndërtojmë diçka bashkë. Edhe kështu që e fillovi, vajta e kapa, edhe doja do me thënë të mirja qa ide ka Alesia për her future. A do donte të hapte një dyqan, edhe me tha që po, dua të hap një dyqan, edhe unë që është endra ime, me tha. Edhe kështu fillovi gjithçka. Do më thënë ishte tja që e propozove para Alesia. Po, Kristela filloi e para, po. Punonim bashkë, neve u njofëm në qeshor, edhe në gusht, po flisnim për të hapur biznesin. Po. Në shtator e hapëm. Po. Në shtator e hapëm? Në shtator hapëm kompaninë. Wow, bravo. Po. Direkt, shpejt. Një guxim i papar, do thoja. Si vendosët për t'ja vendosur emrin dyqanit? Po kërkonim, kishim shumë ide, deshnim një diçka që të mund të thoshe me lehtësi do vej të bëjthojnë te, a i vëndi, nuk deshnim që të thosh që të quej Alesia dhe Kristela Nails, deshnim të kishe një diçka më modern, më unik, po. Edhe duke kërkuar në internet, doli ky Ardor, që ka një kuptim. Ardor do me thënë kur bën diçka me passion, when you're like passionate about something. Hard work. Është një vocabulary word. Është një fjalë. Dhe tingëllon shumë bukur, Ardor. Po, erdi shumë kështu, nuk e di. Spontan. Ardor, po, direkt. Kështu kanë qenë të gjitha gjërat e dyqanit. Ta bëjmë kështu? Po. Bëjmë këtë? Po. Keni bashkëpunimin gjithmonë për çdo gjë që... Po, qa thoshte Kristela për mua ishte po, qa thosha unë për Kristelën ishte po. Nice. Do më thënë ju e keni hapur në fillim vetëm me thonjt, manikyr pedikyr, apo i keni hapur direkt me full services? Të gjitha. Manikyr, pedikyr, lashes, vetulla, lazer, kemi bërë gjitha që nga fillimi. Po, alright, okay. Ku është dyqani në? Është në Barbican, nga Barbican në Farrington, të ajo zona, janë dy zona të City of London shumë të afërta. Okej, ju latë punën tuaj full time dhe e hapët, le të themi atë salonin që kishte të ndërruar gjithmonë, po si ishte, sepse të hapësh një salon këtu është e vështirë. Është e vështirë të krijosh klientelën, është e vështirë të merresh me klientë. Do donim të dosta ashtu, që ne ta linim our full time job. Po neve vazhdonim punonim në një salon tjetër. Ndërkohë që hapët, ju vazhdonin të edhe hapem dhe salonin ton, edhe domethënë kur na vinin kliente, ne lenim punën, shkonim te puna jonë. Jemi dy, kështu që sa herë ka qenë çik më e lehtë për neve për ta menaxhuar. Po, kjo gjë ka ndihmuar që ishim dy. Una punoja në një restorant në darkë, kështu që bëja mëngjesin, pastaj vinte Kristela, që punonte në një dyqan tjetër, edhe i ndanim kështu sa herë që kishte një kliente, venim direkt te dyqani. Shumë sakrificë. Kur duhet të punoj, prioriteti jon, po.
Goxha sakrificë e madhe të punosh 2 punë edhe të menaxhosh, sepse këtu dhe distancat janë të largëta, është një stresi papar që kur ke një booking të shkosh me vrap atje, pastaj me vrap punë, mendosh për të gjitha. Besoj se Ti Kristela je dhe mamë, Po, sa të ka penguar kjo? Të ka penguar apo të ka ndihmuar ose të ka motivuar? Besoj se normal që nuk më ka penguar fare, vajza ime është lumturia ime, edhe me jep më shumë motivim, që unë të punoj më shumë, edhe të arrijë entrat e time që kam. Kështu që vajza ime kur të rritet, do shofi mua, do me thënë, që kam bërë në jetën time, dhe dua që dhe ajo të marri guxim, po sa herë që bëj gjëra për veten e vet. Kjo është shumë e bukur. Një mesazh shumë i bukur. Po gjatë periudhës shtatzanisë tënde, si e ke menaxhuar? Kam punuar. Ke punuar? Kam punuar deri muajin e 9. Oh my God. Kisha shtatzanin të them të lehtë. Nuk kisha, do me thënë, as nuk mora shumë kile, kështu që ishte shumë e lehtë për mua të shkoja në punë. Edhe besoj që mua me jep motivim punin, nuk mund ta lej dot punën. Kjo është dhe arsyeja mendoj që ju keni arritur kaq larg për të realizuar dhe ëndrat e tuaja. Sepse unë mendoj ka shumë goca që duan të bëjnë diçka, por nuk dua të nxjerrin justifikime, por po nuk guxove, po nuk punove, ti dhe shtatzan në muajin e 9 ke vajtur në punë. Pra, kjo gjëja nuk të vjen aq lehtë. Jo, fare. Duhet që të lodhesh pak, duhet të guxosh pak, do disiplinë, patjetër. Edhe neve kemi investuar me lekët tona. Edhe kur kemi hapur dyqanin, Nalesa ka qenë 22 vjeçë, unë 25. Kështu që kishim keni investuar çdo gjë nga kursimet tuaja. Po. Edhe tham që kjo gjë do funksionojë. Edhe pik. Nuk ka dhe opsion. Ju do bëni të pamundur që ajo gjëja do nuk ishte, domethënë nuk ishte një mundësi tjetër, ishte kështu edhe pik. Sa e vështirë ishte ta gjejë dyqanin, këto paperwork, pastaj Paperwork janë të vështira, sidomos una kisha vetëm 2 vite në Angli, gjua ishte akoma e vështirë, po e mësoja të gjitha gjërat. Besoj se duhet dhe çik fat në jetë, neve dyqanin e gjetëm në 3 javë. Na ndodhenin gjërat vetë, që neve kërkonim, unë kaloja 4 orë çdo darkë mbas pune në kompjuter, duke kërkuar. Po kjo nuk do të thotë që ju vinin gjërat vetë. No, of course. Punonim për këtë gjë, po ti ke punuar fort. Kemi punuar shumë. Ndonjëherë ne nuk e vlerësojmë atë sakrificën e madhe që bëjmë, sepse ato personat që janë hard working, le të themi, ose ato personat që i vendosin qëllim vetes dhe thotë doja dal, nuk e shef nga mbrapa se çfarë sakrifice të madhe kërkon, dhe ti për ty të rish 4 orë në kompjuter pas pune, ti thua isha me fat. Jo, nuk e isha me fat. Okej, dhe fati, po mendoj që ka qenë dhe puna juaj shumë e madhe nga mbrapa. Po. Në atë moment, mbase nuk e shifnim si kush e di çfarë po bëjmë neve, po duhet ta bënim, ishte ajo që deshnim, edhe ishte dhe exciting, që ishte një gjëre, edhe vetëm të porosisnim qimendon, për të porosisnin tavolinat. E keni reguluar nga fillimi? Po, kemi bërë shumë punime. Mori 4 muaj. Që kur morëm Chelsea derisa e hapëm, 4 muaj që ishim vetëm atje duke punuar. Mirë, ju jeni marrë, vetëm ju të dyja me punimet, me buildera, me babin e Kristelës. Kemi qenë me fat, se kam pas babin këtuja, edhe babin i ka bërë të gjitha, të dyqani. Shumë mirë. Por, besoj që edhe po nuk e kishim, ne prap do mundeshim. Nuk do kishte patur Flori do dilte Alesja të kërkonte. Unë isha ajo që thosha do marr një murë, do ta bëj order në eBay, edhe do ta ngjisim kështu. Po nuk ngjitet muri. Në adeziv. Nuk ngjitet muri, duhet ta. Majmen kur ja tha babit tim, babi im ishte çfarë po flet. Unë kisha gjetur një murë. E kështë gjetur një murë në Amazon? Një murë që mund të kryonin dhomën. Për të ndarë. Për të ndarë, se ishte një open space, edhe deshim të kryonim një dhomë për të patur beauty brënda, se una bëj dhe beauty, do me thënë gjitha të që tham lashes, waxing e të gjitha, që duaj dhoma, po ishte një open space,
Edhe mendova se mund vetëm të ngjisje një mur. Do më thënë ti mendoj të gjitha mënyrat e mundshme, metodat e mundshme, se kjo gjëja të funksionoj dhe dali sa më bukur. Po shumë gjëra i kemi bërë vetë, për shembull edhe footrest, kishe shumë gjëra që nuk i gjeje dot online, edhe neve i bëm vetë. Receptionin e ka bërë babi Kristelës. Shumë e vështirë. Po do një gjë arrin ta bën, nuk ose duhet të thuash o bobo. Sa ti, Alesia, kështë 2 vite që kështë ardhur, po Kristela? Unë kisha 4 vite më duket. Si kanë qenë fillimet tuaja këtu? Ti, Alesia, ke ardhur nga Italia? Po, unë kam ardhur nga Italia, kur isha 21 vjeçe, edhe ka qenë... Ke ardhur vetëm? Kam ardhur vetëm, po ka qenë shumë ndryshe. Unë erdha në periudhë Covidi, kam punuar direkt në një salonë, për thonjë, bëja thonjë. Kam bërë gjithmonë punën time, do me thënë përveç asaj periudhës të restoranti që kisha dyqanin edhe nuk desha unë të punoja në një dyqan tjetër. Ishte një vendim im, unë gjithmonë kam bërë këtë punë, që kur isha 14 vjeçe kam bërë shkollën për beauty në Itali, kam studiuar thonjë, mira kurse, kjo ka qenë gjithmonë jeta ime. Edhe kur kam ardhur, kam punuar në një dyqan, ishte periudhë Covid, kështu që ishte shumë... Ishte vështirë? Ishte vështirë, po të them të drejtën... Se ishte dhe Afrika e Covidit, po, isha aq full në të gjitha gjërat që duhet të bëja, që as nuk e mbaj mend. Domethënë, unë vetëm mbaj mend kisha marrë një biçikletë, veja në punë me biçikletë. Sa cute. Edhe that's it, unë punoja 12 orë në ditë, punë, shtëpi, punë, kisha menduar London si një super exciting, do bëja ato fotot e bukura të London Eye, të punoja. Gjithmonë, edhe kjo ka qenë edhe në vitet e ardhshme. Për ty, Kristela, si ka qenë? Unë kam marrë nga Greqia, edhe unë kur kam qenë 21 vjeçe. Për mua eksperienca kur erdha ishte shumë e bukur. Kam jetuar shumë bukur, kisha shumë fat kur erdha, mund të them, se gjitha gjërat më erdhen ashtu si që dueshin, do me thënë që unë të mirja një udhëtim, si thuet, një drejtim. Një drejtim, po, që unë të filloja të punoja me thonjët. Unë në Greqi nuk kam punuar asnjëherë me thonjët, mund të them. Ke bërë këtu kurs? Jo, e kam bërë në Greqi, po e bëra kursin kur unë përstudioja për farmaciste në Greqi. Kështu që kur erdha këtu, edhe pas që punimet nuk ishin të bukura, edhe pas që unë mund të bëj më shumë nga tjere, do me thënë. Po, është e vërtet, në fakt, punimet, unë mendoj, jo sepse si janë bukura, por mendoj që me teknika që përdorin, është, për shumë akriliki që ne nuk e... Ngojnë bazat. Akrilik është ai materiali që ne nuk e përdorim shumë, Shqipëri nuk përdorim. Ju me çfarë punoni, me gel, me baja? Baja, po. Thash, kjo do jetë puna ime që duhet filloj këtu, edhe doja të shifja si salonet më të shumta në Londër punojnë, që edhe unë një ditë të hap dyqanin tim. Me vizion. Po, qëllimi im ishte i qartë. Gjithmonë ka qenë ai qëllimi në kokën tënde që ta hapësh. Po, edhe doja vetëm të punoja ato vite që të blidhja lek, që një ditë të hap dyqanin time. Shumë e bukur, shumë frymëzuese. Sa e vështirë ka qenë për të kaluar nga shërbimi te krijimi i një produkti? Pra nga shërbimi që ju kishit në salon, të krijonit një scrub trupi. Si u lindi ideja? Të gjitha kam filluar bashkë me dyqanin. Reishi ka lindur brenda mureve të ardhurit. Të gjitha ishin që na fillimin e dinim që deshnim brandin ton, akademin ton, edhe dyqanin ton. Ishit me qëllime të qarta që në fillim? Po, gjithmonë ka qenë kjo. Te business plan që kemi bërë në fillim, që kemi bërë vetë, se na kishte kërkuar ai i dyqanit, as nuk kishim ide çfarë ishte një business plan. Duhet ta bënim, e bëm Google, e bëm vetë. Këto gjëra kanë qenë atje brenda, që na fillimi. Po, me radhë, vinte para dyqani. Ju e vendosët para dyqanin, krijuat... Rregulluam dyqanin, rregulluam klientelën, arritëm të linim punët e tjera, se neve të dyja jetonim vetëm në London. Kristela me prindrit, po prap qiraja, të gjitha gjërat duhet i përballonim vetë. Kështu që kur arritëm të linim punët e tjera, edhe filloi puna te dyqani, atëre
filluam edhe jemi Atëherë nuk ndonjë të rehat, po tham Po. hajde po i shtojmë vetë. Me që lam këto Me punë që lam këto punë të tjera, i shtojmë punë të vetë tjera. punë të Po. tjera. Po, Reishi, nuk lindi si Reishi, of course ishte një ide, duam të bëjmë diçka tonën, duhet të kemi produktin ton, duke u rritur, duke mësuar, duke parë, duke folur me njerëz, arritëm sot. Jo sot, po para 2 viteve, se Reishi pastaj filloi u konkretizua para 2 Po, viteve. sa kohë ju mori nga krijimi i idesë, le të themi, deri në produktin final, në realizimin e produktit final? Viti i parë ishte që duhet të mendonim, e dim çfarë duam të bëjmë, duam të kemi diçka tonën, që të jetë një produkt edhe jo më vetëm servis. Çfarë mund të bëjmë që të ketë lidhje me kush jemi neve dhe çfarë japim neve. Avash, një ide të tjetra, research, të gjitha këto, një vit derisa arriti që do ishte Reishi Skin. Po si krijohet një produkt nga zero? Si fillimisht, kush është baza? Formula. Po, Kemi neve filluar me fillon formulën. Para formulës, besoj se ju keni filluar me research për manufacturer, për prodhues. Po, Pastaj Kjo ishte bashk me të gjitha gjërat. Do më thënë ju e vendosët për produktin, pastaj filluat researchet. Po. Si e gjetët? Si- Sepse më duket shumë e çuditshme. Është. Jo e çuditshme, po më duket nuk është e çuditshme, por më duket një gjë shumë e madhe për ta krijuar. Është e vështirë. Dhe unë ju përgëzoj realisht, sinqerisht ju përgëzoj shumë për këtë që keni bërë, sepse dhe produkti final është një produkt shumë i mirë. Po. Ka qenë vetëm research. Kemi kontaktuar mira kompani që prodhojnë ka plot në çdo country, i kemi provuar në çdo shtet, derisa arritëm te një që na pëlqente filozofia e tyre, na pëlqente mënyra se si punonin, edhe na pëlqente si ata kërkonin produktet primare, që janë produktet baza që futen te scrubi, te çdo produkt, jo vetëm scrubi. Neve filluam me një produkt se investimi ka qenë joni, nuk mundet ta filloni me 10 produkte. Plus, kemi gjithmonë bërë luxury treatments të dyqani, scrub, krem, oil, këto janë produktet që neve përdornim edhe njerëzit gjithmonë na kanë thënë u sa i mirë ky, o sa më pëlqen ky scrubi, njëre kishim bërë edhe vetë neve, edhe njerëzit e adhuronin. E kishit bërë vetë? E kishim bërë neve scrubin. Me ato produkte që neve dinim ishin kryesore për të patur te scrubi jonë, te një produkti jonë. Okej. Kishim bler gjitha produktet. Edhe e Po, bët e bëm neve. Plus Reishin kishim Edhe homemade. Po, homemade. Kështu filloi ideja e filloi. scrubit. Pastaj e pam që homemade nuk ishte actually një gjë Shumë që mund të shitej, domethënë njerëzit e deshnin shumë. Patjetër do ato formulat kimike. Neve deshnim të po. ishte, siç është dyqani super professional, produkti duhet të Plus që donim njësoj. ta shisnim një ditë, kështu që duhet një produkt profesionale. Pra ju e gjetët prodhuesin në Greqi. Në Greqi. Po, Keni provuar disa. Kemi provuar Itali, Angli, edhe Greqi. Një gjë që për neve ishte kryesore është që deshnim që produkti të ishte made in Europe. Okej. Shumë i prodhojnë në Kinë, në këto vende, po sado që dhe shpeza është më madhe, po unë kam produktin këtu. Më pëlqen shumë në fakt paketimi dhe më pëlqen shumë se si ju e keni krijuar brandin, brand identity. Më ka pëlqyer shumë dyqani. Kur kam folur me Kristelën, kemi qenë në kontakt nga faqja ime, Albania numër në UK. Dhe më ka pëlqyer shumë sepse keni një stil ose le të themi keni standard. Dhe ajo çka unë si menaxher marketingu që jam, më treq syrin te bizneset është logoja, kurimi Instagramit, brandi, paketimi. Dhe i shoh këto gjëra dhe më pëlqen dhe kur shoh që ka bizneset që i kushtojnë rëndësi më bëhet qefi. Dhe kjo është vërtet një shumë minimalist, paketim minimalist dhe shumë i bukur.
Ju përgëzoj shumë për këtë Faleminderit. libër. Çfarë kanë përbërje skrabi? Ingredienti Se kryesor, mban një aromë, ingredienti kryesor I skrabit nuk po ton. e them për kështu, po mban një aromë. Gjithë na thonë për aromën. Po, në qoftë se ti bën dush në skrab në mëngjes, ke nevojë të hedhësh parfum fare. po. Mban shumë te trupi kur e vën skrabin. Edhe shampo Është trupi, vërtet. ky I bën të dyja, është edhe eksfoliant edhe shampo trupi, Ka se dhe, bëhet thatë si që ka dhe ka dhe bëhet si sapun kur ti ka e përdor me sapun, ujë, po. po, kur ti e lan me ujë. Po. Kush janë Ingredientet, ingredienti kryesor I skrabit tonë, që është edhe embri I brandit, është reishi mushroom, që është një kërpudhë shumë e veçantë, se përmban shumë kualitete që bëjnë mirë për trupin. Kërpudha. Kërpudha, po, Okej. kërpudha. Brenda edhe jashtë. Shumë brende përdorin reishi për supplements, Okej. përdoret si kokra, si powders, njerëzit e pinë për çaj. Nuk ekziston as edhe një brand në market që të përmbante reishi mushroom. Edhe kështu lindi çik idea. Okej, përveç mushroom, kërpudhës, Po. Ky Ka- skrab ka kofi, kafja që është shumë e mirë kafja, për... po. Nuk deshnim që skrabi jon të ishte. Ne bëjmë edhe skrabe homemade me Po, kafe. e bën me kafe, mjalt, po. vaj, po. Edhe unë e kam përdorur. Po, kafeja është ingredienti më I mirë për skrabin. Skrabi ka një punë, do me thënë skrabi heq. Realisht unë e provova shpar dhe e provova të dora, këtë pjesën këtu tani e kam Këtë shumë të butë, këtë Po. pjesën e kam të Skrabi, të ashpër. po, kafeja është ingredienti më I mirë, më I mirë se kripa, më I mirë se sheqeri. Ku Për shitet, lëkurën, për ku mund ta gjejmë reshin? Është Online e shesim, kemi website-in ton, që është reshskin.com, edhe të dyqani jon. edhe të Po, dyqani. e kemi bërë launch në november 2025, kështu që pak muaj ka. Super. Është një baby. Shumë suksese. Faleminderit. Cila ka qenë pjesa më e vështirë e procesit për ju kur krijuat reshin? Nuk mund të them që kemi pas në një periudhë të vështirë. Probably qenë- tani është më e Tani është më vështira. vështirë, po. Është më e thjeshtë Për ta të krijosh një produkt, Po. po pastaj kur e ke, ti duhet të arrish ta shesësh. shesësh. Duhet të arrish që njerëzit ta duan. Po. Edhe këtu vjen e vështirësia që neve akoma po punojmë, po Po. studiojmë. Sado I mirë të jetë një produkt, Po. për shumë produkti juaj mund të jetë ndër më të mirët, Po. edhe me Po. skrabet me emër, po nëse nuk gjen ato kanalet e duhura të marketingut. Njerëzit, ashtu është, po, njerëzit duhet të identifikohen te një brand Po. për ta blerë. Po, patjetër. Kur ti je një Shet më brand, shumë imazhi, Po. pra. exactly. Sot shet më shumë imazhe. Po, Kështu e që vërtet. Njerëzit janë lidhur dhe e lidhin produktin me emrin e kompanisë Po. dhe mendojnë që ajo është më e mira, po edhe Po. nuk guxoj, është pak e vështirë, sidomos në skincare edhe në këto produkte të trupit, është e vështirë të ndryshosh. Po, Pra, po. sidomos Është për ne vërtet. vajzat që e kemi pak problem të ndryshojmë. Po, e jam e vërtet. sigurt që nëse do ta provojnë, Me do ta siguri, marrin. të gjitha klientët tona që e kanë blerë Ne skrabin e adhurojnë. adhurojnë. Ashtu. Edhe neve adhurojmë. Edhe neve kemi provuar mira produkte. ma merr I kemi mendje. provuar të gjithë. Nuk ka një produkt, Që një se kemi brand provuar. që neve nuk e njohim. Të gjithë. Edhe ky është një produkt që neve jemi krenare, po jo vetëm se kemi bërë neve, po sido që të vej, ky është një super produkt. Po. Edhe për këtë nuk mund të them as edhe një gjë. Që sido që të vej, ky është një good produkt. Ju keni edhe një gjë shumë të mirë, sepse e keni mundësinë që ta provoni te klientët tuaja. Po. Dhe kjo është një formë marrim shumë e mirë feedback marketingi, nga merrni feedback. njerëzit, po. Edhe jam shumë e sigurt që do eci. Po. Do pak kohë sa të shpërndahet te të tjerët, Po, e për shkak që vërtet. vjen e provon, se besoj ju ja provoni klientëve kur Po, bëni trajtime. po. Do këtë përdorni te Ne te dhe I kemi luxury manicure, luxury pedicure, gjitha do me thënë gjitha shërbimet. po shërbimet që bëjmë, kështu që sa herë provojmë. Do më thënë, nëse mund të themi kush ka qenë ajo frika më e madhe kur po krijonit produktin, është kjo, a do shitet? Tani, po, a do shitet, Do po. shitet. Po edhe atëherë nuk besoj që thoshin më njerë a do shitet. E kishit Sa herë besimin thoshim që që do do shitet. Po. Besoj.
Alessia? Po, e vërtet, e vërtet. Apo ishte fat? No, nuk ishte fat. Ky nuk është fat. Ky është hard work, me siguri. Po, ka ndodhur shumë herë që klientet vinë edhe neve i bëjmë produktin. Jo të gjithave u themi, ky është produkti jonë. Ndonjëherë neve vetëm, e bëjmë të duart, edhe njerëzit i bëjmë fotografi. Se duan ta mbajnë, ta gjinë online, dhe pastaj aty i them, ky është ours. Kjo është, po. Këtë e shesim neve, këtu e kemi bërë neve. Dhe njerëzit sa herë nuk e besojnë, thonë, oh my god, duhet vendosë një stand aty te... Po, dyqani jonë është një studio, nuk është një big salon, kështu që kjo është një gjë e re, kemi pak muaj. Mirë, gjithsesi mendoj një stand shumë bukur me produktet atje duhet ta vendosni. Kemi një zonë ku i tregojmë. Duket. Po. Keni menduar ndonjëherë kur ishte në krijimin e produktit që nuk do funksionoj? No, jo asnjëherë. No, si dyqani kjo është do funksionoj. Pastaj nuk e dihet, po neve do punojmë derisa të mundemi që të funksionojë. Sa e vështirë ka qenë financiarisht për ta krijuar një produkt? Sa ju ka marrë, le të themi, jeni ndjerë ngusht, le të themi, në atë investimin fillestar? Po, për brandin i kemi hequr vetes për të bërë këtë gjën. Edhe ky ishte një gjë që duhet ta rrezikonim na vetja jonë, nuk mundet të mirënim loans edhe pastaj të ngeceshim te kjo gjëja. Do bëjmë aq sa mundet të bëjmë. Neve mundet të hidhnim të bënim launch një brand me 4 produkte. Nuk mundeshim. E bëm me 1. Mundet të kishim një packaging që nuk do kishte label, po do kishte print në xhar, direkt. Nuk mund ta bënim. Kështu që step by step, avash avash. Ky package që shef sot nuk është e thënë që do jetë package që do kemi për 10 vite. Kështu që avash, duhet ta fillosh në një mënyrë. Mendoj që është një paketim shumë i mirë. Po, super i bukur. Edhe që është qelçi. Po. Kemi ato gjërat tona për të cilat nuk do lëviznim. Po, për ca gjëra duhet ta mendosh, të punosh. Mendoj që është fantastik, është shumë i bukur. Faleminderit. Ju thatë që keni në plan edhe për produkte tjera, po gjatë procesit të rejsh të scrubit, keni bërë ndonjë gabim, le të themi që e keni në mendje që këtë gabim nuk ta përsërisem më te produkti tjetër. Dhe kush ka qenë, nëse dikush do ta krijojë, pra unë po flas për ato vajza që duan të krijojnë një brand të tyre. Çfarë mund t'i themi që ta kenë parasysh që këtë gabim që keni bërë ju mos ta bëjnë? Po. Mendoj se duhet të kesh shumë kujdes si ku investon lekët. Ka 3 milion gjëra që ti mund të bësh kur hap një produktin tënd. Ka shumë. Duhet të jesh inteligent që të arrish të kuptosh ku ja vlen si small brand që je të investosh lekët e tua. Po kam parë shumë njerëz që hapin diçka vetëm sepse e kanë parë diku. Pra, ti në momentin që mendon të hapësh një biznes, hap një biznes që ti mendon që je i mirë te ai biznes. Pra, hap një biznes që ty t'jep kënaqësi, që ty të pëlqen ta bësh, dhe jo sepse e ka bërë Alessia dhe e ka bërë Alessia me Kriselën dhe un po krijoj një scrap trupi se mos ta krijoj. Dhe kjo gjë është shumë gabim, sepse ti si je kompetente ajo dhe e bën. Kështu që ajo është ti që duhet të jesh shumë inteligjent kur... Po, duhet të dish, duhet ta bësh se të pëlqen, se ndryshe una nuk do dija si të bëja diçka tjetër, se kjo është puna ime, unë e bëj se kam gjithmonë bërë këtë gjë. Scrabi, çfarë mendoni që ka një gjë ndryshe nga produktet e tjera në treg? Rejshi. Është kërpudha. Kërpudha, rejshi, nuk ka asnjë produkt tjetër, scrub ose krem që të ketë asnjë në treg. Po ju si e zbuluat që kërpudha? Berem shumë research, më të them. Kërpudha është mirë të futet në një formull për scrub trupi. Unë dhe Alessia në fillim kemi shkuar në përgjitha këto dyqanet e shtrenjta e Londrës, edhe shifnim gjitha expensive product. Edhe farmaci. Kemi parë edhe shumë farmaci.
Edhe shifnim, do me thënë, skrabët, sidomos skrabët, qa kishin brenda, qa ingredients kishin, si e kanë parfumin brenda, si ishte texture e skrabit, i provonim, do me thënë, edhe jipnim feedback për këto expensive product, let's say. Edhe pam qa në pëlqen, qa nuk në pëlqen, pam qa nuk ka, edhe gjetëm që nuk kanë këte rejshi. E tham, kjo do jetë produkti jonë, edhe kështu vurëm dhe emrin, do me thënë. Po. Shumë brand Po, emri t'inglon pak modern, expensive. Ka shumë kjo kur momentin apo thjesht e lidhet me kërpudhën edhe me emrin e kërpudhës? E di që për ardhur ka qenë aq e lehtë. Ardhur i erdhi kështu, direkt. Po rejshi, embri brandit ka qenë një tortur. Nuk gjënim një emër që të na mbushte mendjen. Derisa pastaj tham, duhet të jetë gjëja më e thjeshtë nga të gjithat. Rejshi është ingredienti jon kryesor si për fillim. Na pëlqen idea që të kemi edhe kërpudha të tjera te produktet tonë që do vinë, jo vetëm rejshi, po e filloj me rejshi, është clean, simple, bold, si që është brendi, edhe kështu që ti e shef me shumë dashuri. Si e ndjerë kur e more për herë të parë në dorë, kur e morët, si u ndjet kur e morët produktin në dorë? Ishte shumë emocion i bukur. Unë isha në Itali. Më tregoni pak. Unë isha në Itali, edhe erdhen 3 copët e para të mbaruara me kutije me të gjitha. Se do bënim photoshoot në Itali, photoshootin e parë, edhe isha kështu, Kristela, nuk do të hapë derisa të jesh në video call me mua, edhe e regjistruam, rezistova, isha atje që përkëdhelja atë kutin që kishim paketuar ata, edhe derisa Kristela hapi telefonin, edhe regjistruam edhe atë video callin të mbanim që këmënd si kujtim, momenti parë, edhe nuk e di, po ishte një emocion shumë i madh, që më dridhem të mendoj, ishte shumë bukur, se gjitha jo punë, këtu. Edhe ishte perfekt. Investim financiar. Ishte ashtu si e deshnim. Ishte exactly si e imagjinonim. Ti Kristela si u ndjeva? Same për mua. Unë e kam të banja ime, sa futesh në banja i ka tyja, edhe sa herë ku futa me shokë dhe them, wow. Them, wow, jam shumë krenare. Edhe them, si ku edhe mos po nuk funksionovi, duhet ta mbaj, që ta shofi vajza ime kur të rritët. Qa kemi mberë. Po, ky është vetëm fillimi, ju besoj do keni dhe produkte tjera. Po. Çfarë po planifikoni? Kush do mund të jetë produkti i radhës? Krem edhe body oil. Body oil edhe krem. Jeni duke i prodhuar apo jeni keni në plan? Ky ka qenë gjithmonë idea. Jo, tani we are working on it. Jemi duke punuar, ka ca gjëra që duhet të rregullojmë para, sa gjërat e fundit, që pastaj të mund të filloj me prodhimin e produkteve të tjerë, që do jenë 2. Po. Jemi akoma të fillimi, mund të them me skrabit. Po. Është më vështirë të ndërtosh një shërbim apo një produkt? Një produkt. Produktin, po. Po, rejshi ka qenë më e vështirë se sa dyqani. Neve sepse produktin, më fal, shërbimin kishit eksperiencë. Kishim eksperiencë, kishim vite që e bënim, edhe dinim që ishim të mira në atë që po bënim. Ndërsa për këtë ishte një gjëre për neve, të gjitha po i mësojmë akoma. Ishte, do provojmë, do gabojmë, do mësojmë, do bëjmë më mirë. Edhe kështu më çdo të sa herë. Flasim pak për akademinë. Pse vendosët të hapni një akademi dhe jo të punonit vetëm me klient? Unë dhe Alessia kemi thënë që në fillim, para se të hapnim dyqani, që our goal do ishte që një ditë të kemi our academy. Vajzat të mësojmë, edhe kështu që do jetë më kollaj për neve, të marrim dhe vajza pastaj të punonim të dyqani jonë. Për momentin sa punëtore keni të 2 të dyqani? 2, po. 2 edhe 2 neve. Po edhe 2 neve. Që neve akoma vazhdojmë të punojmë të dyqani. Akoma, po. Akoma. Kemi kaluar një periudhë më përpara deri bearin e kaluar kemi patur 4 vajza plus 2 neve. Tani kemi ca muaj që kemi shumë vështirësi të gjejmë njerëz që dinë të bëjnë këtë punë, edhe
Edhe prandaj ju hodhëm kësaj gjë. Akademia ka gjithmonë qenë atje, po çik skrabi, çik dyqani, çik punëtoret, çik jeta. E kishim lënë çik mbasdore. Edhe tani tham, kjo është mënyra më e mirë për neve që të arrim të gjejmë vajza. Keni pas dëshirë nga ana profesionale apo nga ana e besimit që ndrueshmërisë? Profesionale shumë. Nuk i kemi mësuar klientet me standardet tona, edhe është shumë e vështirë për njerëzit që të pranojnë të kenë shohin çdo detaj. Edhe një fije milimetër e ngjyrës e aplikuar çik më tutje nga kutikola, dua thonë vetëm me Alesin, dua thonë vetëm me Kristelën, edhe kështu që ka qenë shumë e vështirë. Ideja thatë pse jo që duam që Anglia duam që njerëzit të dinë të bëjnë thonjt. Është shumë e vështirë, po jo vetëm për neve, jo vetëm për ardhurin, po dhe për të gjithë dyqanet e tjera, se shoh vajza që në kurikulum kanë shkruar që kanë punuar në dyqane që njihen si embër, si franchising, që kanë 10 dyqane në Angli, edhe prapë punë atyre nuk është ndonjë perfekcion, no. Çfarë ka akademia juaj? Çfarë ka diçka të veçantë që nuk e kanë të tjera? Çfarë ofroni ju? Profesionalizmin, eksperiencën? Jemi 2 vajza që do jemi në kokë mbi një vajzë tjetër. Kështu që nëse njëra nuk e le të themi nuk kap gabimin që mund të bëj kursantja, e kap tjetra. I mbuloni. Edhe mendoj se je aty për çdo detaj, je aty për çdo ndihmë, edhe është një ambient, domethënë, quiet, nuk njerëzit mund të ndjen, domethënë, pa frikë, se aty je për të mësuar, pa gjykime. Neve jemi aty për të mësuar. Edhe jemi 2 që mund të japim gjithë eksperiencën, 2 eksperienca. Kjo është 2 teknika, domethënë. Kjo mund të jetë një pikë shumë e fortë e juaj, që jeni 2. Jemi 2. Edhe gjithmonë kurset i bëni të dyja. Të dyja, po. Okej. Shumë mirë. Okej, kemi lloj kursesh, edhe për vajza fillestare, edhe për vajza që duan të përmirësojnë një teknikë ose një tjetër, po. Vejna 1 ditë deri në 3 ditë, edhe i bëjmë çdo javë. Okej. Te dyqani jon. Pra, kush është interesuar për ta bërë, mund të kontaktoj te Instagrami jon. Instagrami jon, po. Te Ardori. Për cilën nga të treja ndjeni më krenare? Për sallonin, për akademinë apo për Reshin, për produktin? Unë do thosha për dyqanin. Edhe unë për dyqanin. Se dyqani është ajo gjëja që deri sot neve ja kemi dalë, do me thënë dyqani neve ja dolëm, e arritëm atë që donim, e arritëm ato momente, pastaj me poshtë e me lartë, of course, si të gjithë bizneset, po me dyqanin me të vërtet arritëm atje ku deshnim. Ndërsa, edhe keni ngritur me standardet që ju doni. Po, ka qenë gjithmonë ashtu si që kemi dashur. Ndërsa, of course, edhe skrabi është një super krenari, po sa kemi filluar. Për të qenë krenare, nuk është maturuar, nuk është akoma aty ku do donim, që ku duam neve të arrim, edhe një të gjithë me akademinë. Nuk është akoma me shitjet, jo me si produkt final. Jo, me shitjet, po edhe vetëm për brandin, do me thënë, neve të dyja e duam të shofim si një line, duam të shofim shumë produkte, duam të shofim njëri afër tjetrit, duam që të ketë një histori, që të ketë kuptim për njerëzit. Me dyqanin e kemi. Me dyqanin e kemi. Hedhëm shumë djerës të dyqanin. Po, shumë, kemi punuar shumë. Ju ka shpërblyer. Po. Me siguri, shumë vajza që përna të gjojnë tani, dhe thonë, sa bukur, histori shumë e bukur, histori suksesi, po çfarë fshihet pas këtij suksesi që asnjë nuk e di? Ka shumë natë që nuk flen gjumë, ka shumë stres. Nuk është fare thjesht të kesh një biznes. Kristela, unë frikëzoj ty se me një bebe të vogël 7 muajsh është shumë e vështirë, po. Do shumë multitasking all the time. E di, po. Edhe do shumë disiplinë për mua. Se ndryshe nuk... Ke ndihmë, të ndihmon dikush me... Kam prindrit këtu në Angli, kështu që kur vete në punë e lej gocën tek prindrit, edhe normal që me ndihmon dhe burri.
Ndim kur shumë vete madhe. po në punë. Pak më parë thej që vajza jote është motivimi jot më i madh. Dhe unë dua të të pyes tani, ka ndryshuar? Besoj po, 100% ka ndryshuar arsyeja pse ti punon tani në krahasim me përpara. Po, ka ndryshuar 100% për mua. Si thashë më përpara, vajza ime më jep shumë motivim tani. Edhe Si të ka ndryshuar jeta kur ishe më përpara dhe tani? mund të them që më përpara biznesi im ishte gjë e parë për mua, Po, prioriteti im, prioritet, po. domethënë po. Por tani normal që vajza ime vin para nga të gjitha gjërat. Of course që biznesi im është shumë e rëndësishme për mua, se kështu jetojmë edhe. Por normal ka ndryshuar komplet. Nuk kam atë lirin që kisha, domethënë kur isha para se të bëja vajzën time. Tani nuk kam atë lirin që për shembull po një kliente më thotë mua Kristela, mund të bëj thonjë tani? Po, Unë nuk e kam atë lirin. Kam vetëm ca dite që mund të ikit punoj edhe kaq, nuk është se mund të bëj më shumë, domethënë. Pra ndryshe më përpara ku ti kisha atë lirin për ti skeduluar le të themi takimet siç doje ti, kurse tani je më e kalkuluar, Më e vështirë tani, po. Edhe Alesja ndonjëherë kur më merr telefon që të flasim për biznesin, me thot Kristela, ku je? Domethënë mund të themi që kjo ka qenë ajo gjë më e vështirë për të balancuar. Po. Është shumë e vështirë, po. Ti e di dhe vetë, besoj, se ke dhe ti një djalë, edhe është shumë e vështirë, edhe gjëja që të bën që të vazhdosh është fëmia jote, besoj. Po, patjetër, absolutisht. Dhe është shumë e vërtetë që bën shumë multitasking në të njëjtin kohë. Unë ndonjëherë e gjej veten i në rash për çdo gjë dhe edhe kur nuk duhet të vrapoj ose edhe kur nuk duhet bëj diçka shpejt, e gjej veten duke e bërë shpejt, pastaj të më qetëso se ke kohë. Po, nga që jam mësuar gjithmonë ti bëj shumë shpejt dhe edhe kur ha, edhe qoftë edhe kur punoj, edhe kur nuk e di, i bëj shumë shpejt dhe ndoshta herë. Alesi më thot, po se ke kohë, jo i them nuk kam kohë, duhet të vej gocën e gjumë, duhet haj. Tjetër, po, ka programin e vet ajo. Unë personalisht, po ti nuk e kupton. Unë jam kështu s'ka më drinks after work. Oh my god. Ne i kemi harruar ato. Ne maksimumi është kur flet djali gjumë, marrim një gotë verë dhe disa na shijon kur e pim atë verën në living room. Ua, aty është kulmi lumturisë. Nuk është drinks në klub pas. Jo, është e vështirë balanca, po jo e pamundur dhe ju ti je shembulli më i mirë dhe të gjitha vajzat që punojnë, që mbajnë bizneset janë shembulli më i mirë i kësaj. Okej, ka vështirësi, patjetër që ka. Ka lodhje, patjetër që ka. Çdo gjë ka. Ne të pa gjumë. Alesja kur të bëhet nën do të harroj të fletet orë gjumë. 5 orë janë shumë mirë. 5 orë, po, fiks. Si të ka bërë mëmësia? Të ka bërë më të fortë apo më të ndjeshme? Po, me ka bërë shumë emotional, actually. Po dhe të fortë mendoj shumë. Edhe të fortë, po jam edhe shumë always, mund të them. Stella, ti e thej që ke ndihmë nga prindrit, po për ty Alesja kush ka qenë personi që të ka mbështetur më shumë në gjithë këtë rrugëtim? Mami në largë. Prindrit jetojnë në Itali? Mami jeton në Itali, babi jeton në Shqipëri, prindit e mi janë ndarë. Po mami gjithmonë ka qenë mbështetësia ime më e madhe. Me siguri nuk do ta kisha bërë dot pa mamin. Ashtu? Ajo po shumë për çdo gjë. Të mungon apo ti shkon shpesh në Itali? Unë shkoj shumë shpesh në Itali, kështu që tani është çik më mirë. Po kur erdha vitet e para këtu, bëra 5 vite që veja në Itali 2 herë në vit. Edhe për mua ishte nuk rria dot larg mamit. Nuk rria dot. Dhe kjo është arsyeja që tani shkon shpesh për të qenë më shumë më afër mamit, për të qëndruar me të? Po, kam edhe një të dashur në Itali. E dashurimi jeton në Itali. Po edhe familja. Edhe familja ime është gjëja më e rëndësishme. Unë nuk do jetoja kur larg atyre. Për gjithmonë. Po, patjetër, është ai motivi pse punon dhe pse jeton ndonjëherë. Po, pse punon dhe pse jeton fiks.
çfarë ju jep më shumë forcë kur ndonjëherë se të gjithë na do të jemi të lodhura dhe të jemi afër dorëzimit. Çfarë ju jep forcë për të mos u dorëzuar, për të thënë që jo, për të pasur atë motivimin që kisha në fillim që kjo do eci. Besoj që kemi our goals, unë dhe Alessia. Është Edhe ambicia. gjerisa të i arrisim ato që ne kemi thënë, besoj se sa herë do vazhdojmë të punojmë fort, gjerisa të arrim aty ku do themi okej. E berem këtë gjë, po. Çfarë do t'i thoja asaj vajzës 21 vjeçare kur erdhi në Angli, tani po flasim. Po, është fiks kjo gjëja që mendoj se Alessia 21 vjeçe nuk do besonte kurrë që nuk do besonte, që kjo besonte, po do ishte kështu, oh my god, do me thënë, jeta që unë bëj tani, sado që ndonjëherë është e vështirë për të dyja neve, po duhet të mendojmë kur filluam. Si keni qenë do kishim parë njëra tjetrën, do kishim thënë me të vërtet kjo është jeta jon tani, i kemi bërë të gjitha këto gjëra neve vetëm, kështu që kjo është gjëja që na bën të vazhdojmë dhe na bën që të jemi dhe krenare. Po për ty Kristela çfarë? Bajmën kur hapëm dyqanin, edhe shikonim njëre tjetrën edhe thoshnim, a do kemi na njërë vajza këtu të punojnë për neve? Po, ashtu. A do arim të bëjmë këtë gjë? Tani është shumë proud, besoj. Jemi shumë krenare, po. Për gjitha këto gjërat. Po. A mendoni ndonjëherë si e shihni Anglinë? E shihni si shtëpinë tuaj tani apo e shihni si një vend tranzit që ti e di? Unë jam already gone. Already këtu. No, una nuk e shoh fare. Nuk e shoh pse? Për familjen. Nuk ja vlen as edhe një gjë larg familjes, të paktën për mua. Po. Una jam kështu, se unë e di që prindit e mi janë emigrant, edhe kanë kaluar tër jetën larg familjes, edhe kur shoh pastaj marrëdhëniet edhe sa të dhëm shpirti për prindrit që i ke atje, edhe pastaj dhe neve si fëmijë, për gjyshrit ton e për të gjithë, nuk dua këtë për jetën time, nuk dua të jetoj larg prindërve, do me thënë larg mamit edhe vllajt, se babim është në Shqipëri, kemi një marrëdhënie tjetër, po nuk dua të jetoj jetën time larg mamit, larg vllajt. Ideja që të bëj familje këtu, të lind këtu, edhe që të rris një fëmijë edhe mami ta shoh çdo 4-6 muaj ose vetëm mbas një kamere, nuk e bëj dot. Do më thënë ti e shef Anglinë si një vend ku po realizon ëndrrën tënde, puna. Punën. Una, të lidh vetëm puna. Po, vetëm puna. Vetëm puna, unë udhtoj çdo javë, pothuajse. Arrit ta bëj këtë gjë se Italia është vetëm një orë gjysmë me avion. Edhe sot ke ardhur. Edhe sot në mëngjes kam ardhur në Italia, i kam koordinuar të gjitha gjërat e mia, e kam bërë atë rutinin tim, edhe nuk më peshon fare. Ashtu është. E bëj pothuajse çdo javë. Po. Po ti Kristela? Për mua është shumë ndryshe nga Alessia, tani që kam vajzën time, mendoj vetëm për atë. Kështu që mendoj që këtu ke më shumë mundësi, po, nga Greqia. Se po kthesha, do ishte Greqia, vendi që do ikja prap. Ashtu, do zgjidhje Greqinë? Greqinë, po, nuk do ikja do me thënë në Zvicër, ose Itali, ose me në një vend tjetër. Ose do kthesha Greqi, ose do rria këtu. Po në Shqipëri, apo nuk e mendon? Ti ke lindur në Greqi? Kam lindur në Shqipëri, edhe kam ikur në Greqi kur kam qenë 6 muajshe, kështu që thuaj që kam qenë gjithë jetën atje, po. Nuk kam jetuar në njerë në Shqipëri, kështu që nuk e di si do ishte jeta im atje. Po isha në Shqipëri në fakt para 2 javë dhe po i thosha Alesies që actually më pëlqen Shqipëria. Jetohet mirë në Shqipëri. Do jetoja në Shqipëri. Jetohet ka ndryshuar shumë. Ka ndryshuar, po patjetër. Sidomos në Tiranë jetohet shumë mirë nëse ti ke një punë të mirë. Po. Unë kam jetuar 15 vite në Tiranë edhe është ka presion, ka stres. Por nuk mendoj që këtu nuk mendoj që këtu nuk është, kështu që
Ktu është edhe më shumë. Atje të paktën kemi dhe shtëpitë tona. Po atje ke familjarët, është kjo Dielli. slow lifestyle që njerëzit pas pune dalin pinë Për atë kafen e kafe. mbasdites, Po, bëjnë thashë teme gjithë ditën për çfarë kanë kaluar në punë. Është, jo, t'jep, ne këtu ajo që na vret është vetmia dhe se mundësi ka plot, kushdo që ti unë mendoj që edhe në Shqipëri kushdo që të punoj, patjetër që ka mundësi plot, po këtu janë më shumë. Tani një pyetje që ja u bëj pothuajse gjithë të ftuarve. Çfarë do t'i thoni një vajze që ka dëshirë, ka ëndrat të njëjta si ju, shef suksesin tuaj, por ajo nuk ka pas frikë për ta filluar diçka të tillë, një mesazh motivues? Të ketë pasion për atë që ka, edhe të vazhdoj ëndrat, të filloj, Të ndjekë ëndrat. të ndjekë ëndrat, po. Po, besoj se është e rëndësishme të kesh pasion për një gjë që do të bësh, edhe pastaj të gjitha të vinë të lehta, kur e do me të vërtet një gjë. Si thot Ardor. Kurse unë do thoja, mos prit momentin perfekt, mos prit t'jesh gati, mos prit të kesh më frikë, por beso në ëndrat e tua dhe fillo t'i bësh ato realitet. Sepse unë kam këtu dy vajzat që besuan të ëndrat e tyre dhe ja ku janë tani. Nuk kanë vetëm një biznes, kanë një akademi, kanë një produkt, kanë dhe një sallon thonjsh. Faleminderit që na ndoqët dhe që ishit sot me ne. Faleminderit shumë Alesia Kristela që na frymëzuat edhe që ndat rrugtimin tuaj me mua. Faleminderit.